vura në gjokë së tandjeja, supet niti krenaria, e mëndize gjaku në deja. Me muzikë e valle popullore ka nisur mbrëmjen e 20 qershorit festivali Netët e Bekës së Bardhë në fshatin Pilur të Himarës. Për të 600 vit radhazi, Piluri kthehet kështu në kryeqendrën e polifonisë Labe, ndërsa në 2 net performojnë 17 grupe. Bashkia e Himarës dhe Regina Group janë mbështetësit e festivalit në këtë edicion të 6. Baba I mori një të ra, moje leni. Festivali Netët e Bekës së Bardhë, që emërtimin e merr nga kënga hite polifonisë, Beka e Bardhë, ka mbledhur këtë edicion grupe nga jugu I Shqipërisë në një konkurim me këngë dhe valle popullore, ndërsa dhe 3 ansamble do të përshëndesin festivalin me performancën e tyre. Mësoj se tematika e festivalit është e larmishme, nga historia dhe patriotizmi tek lirika dhe humori. Mungesa e poetit dhe autorit më kreativ të polifonisë gjatë 40 viteve të fundit, Lefter Çipa, plotësohet sipas udhëheqësit artistik të festivalit, Kristo Çipa, me këngët e tij të përjetshme, ndërsa pjesëmarrja e të rinjve në grupet polifonike nuk është më një risi. Festivali Netët e Bekës së Bardhë mbahet në një kohë kur sezoni turistik tashmë është zyrtarizuar në Himar, ndërsa ISO Polifonia Shqiptare, shpallur nga UNESCO, kryevepër e trashëgimisë gojore të njerëzimit dhe mbrohet prej saj.